A e fitoi Donald Trump çmimin Nobel për paqe? Jo, çmimi Nobel për paqe 2025 e ka fituar Maria Corina Machado, një nga figurat më të njohura të opozitës në Venezuelë. Lajmi është bërë publik nga Komiteti i Nobelit duke vlerësuar rolin e saj të jashtëzakonshëm në mbrojtjen e të drejtave demokratike në një nga vendet më të goditura nga autoritarizmi në Amerikën Latine. Machado ndodhet e fshehur brenda territorit të Venezuelës pas zgjedhjeve të vitit të kaluar që u konsideruan gjerësisht të manipuluara dhe të fituara padrejtësisht nga presidenti aktual Nicolas Maduro. Në deklaratën zyrtare, Komiteti Nobel shtoi Machado nderohet për punën e saj të palodhur në promovimin e të drejtave demokratike për popullin e Venezuelës dhe për luftën e saj për një tranzicion të drejtë dhe paqësor nga diktatura drejt demokracisë. Fitoria e saj në këtë garë të rëndësishme ndërkombëtare vjen ndërkohë që presidenti amerikan Donald Trump kishte shprehur në mënyrë të përsëritur ambicien për të fituar çmimin Nobel për paqe. Trump kishte pretenduar se meritonte vlerësimin për rolin e tij në zgjedhjen e disa konflikteve ndërkombëtare, duke përfshirë përpjekjet e fundit për marrëveshje paqe midis Izraelit dhe Palestinës.